Ja, lajmi I fundit. Anuela Aristani thot shkarkon nën kryetaren Sara Goxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Urdhë, një njeri pa asnjë autoritet, pa asnjë lloj autoriteti nga Këshilli Bashkiak, një njeri I emëruar në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën nga Edi Rama, merr në dorë bashkinë për llogaritë e Edi Ramës. Unë nuk jam dakord për këtë. A mund të bijem dakord që mos respektojmë ligjet? Pra, kërkoj, themun edhe një për ta mbyllur. A mund të pranoj unë që statuset të shkruar nga Enri Fuga, vetëm se Ramzi shpërthel ujrat e zeza në gojë për të sulmuar Sali Berishën e tjerë, s'mund ta pranoj një gjë të tillë. Themi atë që është, apo. Prandaj çfarë po kërkoj në fund? Unë po kërkoj që avokati I popullit të shkojë dhe të hetojë. Se normalisht do ta hetonte në mënyrë të paanshme prokuroria. Duhet të hetonte prokuroria. Çfarë deshte Ulsi Manja atje? Si mund shkoj? Çfarë deshte Xhevdet Toplini atje? Si mund shkoj? Si komunikuan dje me Erion Velin që I njoftuan se I shkarkuar prandaj ndryshon vendimin? Unë e kuptoj dhe kanë shumë të drejtë ta hetojnë Erion Velin për ato kërcënime që ka bërë për pjekjet e tij. Shpifet 2 milion euro, thot I ka dhënë Belinda në Greqi Olsi Dado, në trillim komplet apo jo. Dhe ai meriton dënohet për këto. Ose kërcënime që thot për Masniku, se Masniku dhe Ulsiu se ata dy janë marrë. Po janë marrë, sepse ai e din që Masniku është gjerë të gveshtë në çështjen e 5D-ve. Dhe nuk e hetojnë. Pra, a tregon ky rast gjithë një gjë, një proces mafioz? Unë nuk jam për procese mafioze, unë jam për procese gjyqësore, të bazuar në ligje dhe norma. Këtu e kam gjithë problemin. Jo, edhe Lefterit, kur e kanë kërcënuar, kam denoncuar. Pse do kërcosh aty? Deri aty. Tani, mu më vjen mesazhe, jo e kanë droguar. Po nga ta di unë e kanë droguar se kanë droguar atë? Pra japin shumë variante, se njerëzit e kanë të vështirë të imagjinojnë se çfarë ndodhi me këtë që ndryshoi, mori kthes të plot. Hajde që